Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Sot në një datë të veçantë për Kosovën, do doja t'i drejtohesha të gjithë shqiptarëve, kudo që janë shqiptarëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, sepse me siguri një datë si kjo, edhe pse nuk është fesë zyrtare, ata e mbajnë mend shumë mirë. Ky ka qenë një moment i veçantë, i rrënjosur në zemrat tona dhe si i tillë do të mbes përgjithmonë. Është data e çlirimit të Kosovës në 10 qershor 1999. Do të pyes sot një dëshmitar të orëve të para për të kuptuar çfarë ka ndodhur atë ditë. Është zoti Dilaver Goxhaj, një i ftuar i hershëm në Dritare Televizion, që ju e ndiqni, e pëlqeni, e komentoni dhe na e kërkoni që ta ftojmë më shpesh. Zoti Goxhaj, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit. Kënaqësi. Ku ishit ju në datën 10 qershor 1999? Në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në fshatin Kapitulli i Ri, në Drenicën e poshtme. Atë ditë që është nënshkruar dhe marrëveshja, një ditë përpara, në datën 9, u nënshkrua marrëveshja midis Serbisë dhe NATO-s. Neve nuk shkuam për fajin tonë në mbledhjen e Kumanovës. Ma tregoni pak se ju e dini dhe i bini shkarazi, unë nuk e di dhe dua ta di çast për çast, orë për orë. Pra, në datën 9 qershor 1999 ka ndodhur nënshkrimi i një marrëveshje mes NATO-s dhe Serbisë, ku Shqipëria nuk ishte, Kosova nuk ishte. UÇK-ja duhet të ishte prezent, nuk ishte prezent. Pse? Për arsye sepse amerikanët kërkonin që atje të ishte shefi i shtabit ose më saktë komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës de facto, që kishte drejtuar, ai ishte Bislim Zyrapi, dhe shef shtabi edhe komandant. Emrin si quhej? Bislim Zyrapi. Po, ai që ishte juridikisht, pra, zyrtarisht, që kishte firmë. Që kishte drejtuar luftën 2 vjet. Po. Dhe këta donin, këta të ishte drejtorisë politike, donin që të ishin këta, po s'pranonin amerikan. Këta kush? Të pasua përmendim. Jo, s'ka më gjë, po mirë të dim sa ullësira. Do më thënë ata që ishin de facto, Thaçi. Thaçi. Po. Dhe ata nuk pranonin që Thaçi të shkonte. Ata nuk e kishin me emër, duhet të jenë ata që kanë drejtuar politikisht, duhet të jenë ata që kanë drejtuar luftën, që kanë bashkëveprim me ne, me NATO. E kuptoj, po ky si fakt që tani e përmendim, mund të ishte një fakt shumë i mirë për Thaçin në Hag tani, se Thaçi bie s'ka qenë as në këtë takim. Pra së shpranuar të jetë si njëri që ka drejtuar. Kur ishtë bërë mbledhja e Kumanovës, nuk është menduar do kishte gjykat speciale. Por dhe atë dhe ju keni qenë në mbledhjen e Kumanovës? Jo, ata ndaj kërkonin të vende një nga shtabi i përgjithshëm. Dhe nuk shkoi askush. Dhe s'shkoi askush. Dhe megjithatë, kjo është nënshkrim i kapitullimit të Serbisë para UÇK-s. Tani ajo ngelet sikur jo, para NATO-s. Përderisa UÇK-ja nuk ishte palë, bie para NATO-s. Sa mirë bët që ma paraprit këtë punë. Dhe tash i thonë na shirojnë atua. Firma. Se është firma. Por thotë edhe Clarku, ose Clark, komandanti NATO-s, thotë edhe Colin Powell, thonë vetë që nuk mund të shirohet kur një vend me aviacion apo me artilleri detare, as me artilleri toksore, po nuk shkeli këmbë e ushtari. Dhe këmba e ushtarit UÇK-s kishte shkelur. Dhe neve kishim, jo, po është dhe tjetra, atë ditë në datën 10, Wesley Clark, komandanti i NATO-s, na dërgoi fonogramin me shkrim. Ju faleminderit shumë për bashkëveprimin. Është bashkëveprimi më i mirë në historinë 50 vjeçare të NATO-s. Ku është ky fonogram? Ku ruhet? Në dokumentat e shtabit përgjithshëm, në arkivin e Shqipërisë, e Kosovës. E Kosovës, pa. Edhe të NATO-s, patjetër edhe NATO-s. Pra, çdo thotë kjo, domethënë ka qenë një ushtri tepër e rregullt. Domethënë derisa thotë bashkëveprimi më i mirë në historinë 50 vjeçare të NATO-s, domethënë shtabi jon ishte ai profesionist sa kishte dalë mbi shtabet e ushtrive të rregullta të 19 shteteve të tjera. Megjithatë, unë dua të kthehem edhe një herë tek data 9. Ose më saktë 8, momenti kur në shtab ka pasur debat për përfaqësimin. Jo, s'ka pas debat që bërë këtu në Tiranë, në Tiranë dhe në Kuks, sepse këtu kënë Amerikanët. Dhe prej këtej do shkonin që banë në Kumanovë. Neve në shtabin e përgjithshëm nuk kishim oficer Amerikan. Kjo është për një djallëzi personale, por me pasoja të rënda. Kishim vetëm oficera francez. Dhe kur mua më kërkuan Amerikanët në telefon, më kishin dalë në shtëpinë në Tiranë, se që djali me ta. Pa. Dhe më thanë,
duam të vim në shtab përgjithshëm. Dhe unë atëherë kisha në shtab përgjithshëm kisha e pror 2 veta. Agim Çekun dhe Kadri Veselin. Dhe thash të konsultojmë dhe do të përgjigje. Më thanë, u thuaj nuk u sigurojmë do tjetën se s'duhet ta dinë që kemi oficera francezë këtu. Nuk e kuptova. Kush tha që nuk i sigurojmë do tjetën? Çeku dhe Veseli? Po. Që nuk i sigurojmë do tjetën oficerëve amerikanë? Nuk kemi siguri që mos të vinë. Të mos vinë. Edhe nuk shumë. Ndërkohë ju punonit me oficer francez aty. I kishim pas punuar fare me tani. Ata qenë, po unë s'kam punuar fare me ta. Unë që mbaja bashkëveprimi me NATO-n, s'kam punuar as një sekondë me. E kuptoj, por Çeku dhe Veseli që drejtonin e mbanin, sepse ju ishit në rolin e njeriu që përkthente, apo jo? Ndërsa ata drejtonin luftën dhe ata punonin me francezët. Jo, unë nuk përktheja me ta. S'isha fare me ta unë. Jo, e kuptoj. Ju punonit me NATO-n. Çeku dhe Veseli që ishin personazhe të ata rinin atje me francezët. Me francezët. Me francezët. Kush e kishte dërguar francezët? Histori e gjatë. Histori e gjatë. Kështu i duhet gjithë emisionin pasaj da bim për të. E kuptoj. Boll që dhe prandaja dhe ne prisim në sekonda çdo ndodhen Kumanov. Se dinim që ishte Kumanova tash. Dhe kur u njoftuam që Serbia pranoi kapitullimin dhe nënshkroi marrëveshje, dhe shpërthyen entuziazmi që nuk mund të përshkruhet, besoj shargjuar më shumë për municion atë ditë, se sa gjithë luftës. Qëllonin vetëm. Ka gëzimet ma se çlirimi atë dhe u fitua lufta. Ishin vrarë me mira njerëz. Përveç që ishin ndekur 50% e fshatrave të Kosovës, ishin bërë shkrup. Se mos ishte gëzimi jashtëzakonshëm. Dhe unë shikoja, është një gjë interesante, dhe gëzoja dhe vetëm me buzëqeshje dhe gëzoja që shifja, dhe më thoshin mua, po ti pse s'gëzon? Unë thosha, unë nuk kam entuziazmin tuaj se unë vi nga Liria. Prandaj më duket gjë normale, kurse për ju është normale, është e jashtëzakonshme. Dhe një detaj të vogël. Vani kërkuan intendentit shtabit përgjithshëm, i kërkuan që të blenin të fshatarët një ase 2 qengja, ti thërnin që ta festonin në mënyrë veçantë. Edhe ai u kishten që nuk kam. Ose jo, më saktë të pyes. Po ku pyesin ata të pyesej? Edhe me vinë tek mua dhe më thonë që nuk na jep filani. Si mund ta rregullojmë? Ne kam unë. Sa duan 80 marka? Në 80 marka. Se kam unë që e morë dhe pasuma. Edhe nuk mund ta përshkruaj dot se si shpreja i gëzim atë ditë. Nga ushtarët dhe nga populli që kishte ardhur në Ishte bashkuar shtabit. Që të rrequr jo kishte në zonat ku ishim ne, sepse që përzën nga qytetet dhe nga fshatrat. Dhe kështu që ne jemi ndodhur në shtab përgjithshëm atë ditë dhe lëshuam urdhin që të ndalohen luftimet, të mbajnë në kontroll të rreqja e forsave serbe, por të mos bëhet prita me to, të lihen të rriqen. Edhe ky urdhër por sa e lëshuam sepse ne kishim në lidhje me të gjitha forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe me faks, edhe me radio, edhe me telefon. I kishim gjitha këto, na i kishte siguruar ushtria gjermane. Mund ta kujtojmë edhe një herë personat që ishin atë ditë kur festohej aty me shtabin, personat që më pas u bën politikanë të rëndësishëm në Kosovë. Të gjithë këta që janë sot politikanë që janë nga radha e UÇK-s. Ata kanë qenë anëtarë shtabit përgjithshëm. Ishte Çeku, ishte Veseli, Çeku, Veseli, Hashimi ishte në Evropë akoma. Pra, Hashimi nuk ishte atë ditë. Po them kush ishte atë ditë me ju në festime? Atë ditë këta ishin. Pse Hashimi ishte në Evropë, nuk ishte në Tiranë apo? Ishte në Evropë, kishikun që në datën 10 maj. Maj. Po. Në Europë ku? Në Bruksel. Në Bruksel. Ai qëndronte në Bruksel pra. Në Bruksel ishte bile atë ditë që neve u fut NATO në luftë, ky na Brukseli na mori në telefon, që tha sonde fillon në aviacioni edhe në Brukseli. Dhe ishin tani pra ata që akuzojnë Thaçin si një njeri i cili nuk ka qenë në luftë, në një farë mënyre kanë të drejtë fizikisht, por nga ana tjetër ai ishte aty si një mendje ndërvepruese, pra një personazh politik i luftës.
Po, i që drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për arsye sepse ushtria shqiptare e Kosovës është një ushtri dhe organizat politike dhe ushtarake. Pse politike dhe ushtarake? Pavarësisht se ushtrinë shqiptare të Kosovës ose luftën në Kosovë e inicioi, organizoi dhe shpërtheu LPK-ja, Lëvizja Popullore e Kosovës. Por LPK-ja qëndroi jashtë shtetit. Nuk qëndrua në Kosovë. Dhe këta, në datën 10 qershor të vitit 1998, krijuan shtabin e përgjithshëm. Dhe në shtabi krijuan dhe drejtorinë politike. Kjo drejtori politike, tani ne si shtabi i përgjithshëm, i raportonim kësaj drejtorie politike, nuk i raportonim LPK-s. Atëherë, tha që ishte aq i rëndësishëm po është udhëheqësi politik. E kuptoj. Dua të rikthem edhe një herë te ai momenti që ishte ai që vendosi që askush nuk do shkonte në mbledhjen e Kumanotës. Pra, po si në një farë mënyre, po nuk ishte thashin si sunot në Kosovë ato ditë. Kush e vendosi atëherë që shqiptarët mos përfaqësoheshin? Kush është njeriu që vendosi këtë gjë? Jo, amerikanët kërkonin që të jetë oficeri shtabërisë. Po, në rregull, amerikanët kërkonin. Kush nga shqiptarët vendosi që asnjë të mos vej? Po neve s'na njoftuan në bisedat që Po tha që i bie ka vendosur. Jo, nuk ka vendosur aq. Është një person tjetër. Tani ka ikur kohë, nuk ka ndonjë rëndësi, të mos e kuptojmë, sepse është një simbol i rëndësishëm. Personi që ka vendosur ishte i rëndësishëm në atë kohë. Ti bën drejt, që bën pyetjen, po i rëndojmë. Okej, e lëm atëherë. Kemi të drejtë. Në fakt jemi prapë në kohë lufte. Nuk kemi pse i tregojmë gjitha sekretet. Kjo është e vërtet. Megjithatë, unë bëjtime më pyes. Se janë atje në burgat. Si? Hiç. Jo, e lam. Sepse dëgjohet edhe jo, nuk kemi pse, vazhdojmë. Kuriozitet që nuk do e çojmë deri në fund. Atëherë, për një rastësi të çuditshme do t'i kthehem prapë 10 qershorit, shumë e çuditshme vërtet. Sot jemi në 10 qershor, ndërsa po bëjmë këtë emision për të kujtuar dhe për të kuptuar diçka më shumë nga çfarë do shtoj diçka këtu. Po të hapësh kompjuterin dhe të kërkosh cilat janë festat zyrtare të Kosovës, nuk figuron jo më 10 qershori si ditë çlirimi, por është hequr edhe dita e pavarësisë të Shqipërisë, 28 nëntori. Në kë është hequr? Në festat zyrtare të Kosovës. Kosova nuk e ka pushim 28 nëntori? Jo. E kuptoj, po. Është ka flamuri, ka pavarësinë e vet, ka festa të tjera. Po këtë dhe shkrimi që kam bërë sot këtë analizë. Ke bërë një shkrim sot për këtë? Po. Ku e ke botuar? Te gazeta Telegraf. Te Telegrafi, po. E kam edhe në Facebook. Po. Se unë e shumë aktiv. Shiko, festën ata i thonë festë e flamurit, dita e flamurit. Kur është hequr 10 qershori si ditë feste zyrtare nga Kosova? Nuk ka qenë ndonjëherë. Asnjëherë. Pra, s'ka qenë, jo se është hequr. Biles, e keqja është se festoi data 12 dhe 13 qershor në fillim, mbasi mbaroi lufta, kur rinë forcat e NATO-s. Dhe unë reagoj atë, u thosë mor zotërinj. NATO erdhi, forcat e këmbësorisë NATO-s mbritën kur neve kishim shtruar Kosovën. Dhe nuk e kanë vënë asnjëherë si datë fest, datë çlirimi. Mirë, po si mund të shpallet pavarësia kur ti s'e ke çliruar? Dhe pse dhe ka të vënë datë pavarësie ditën që është lexuar akti i pavarësisë në 7 shkurt vitit 2008. Kështu kanë menduar. Po pse është mendimi i gabuar? E keqja është këtu që sepse aty ka një firmë shqiptare ndoshta, ndërsa në këtë në Kumanov nuk kemi firmë shqiptare, mbase për këtë. Prandaj dhe unë tentova të kuptoja më shumë për pse mungoi një firmë shqiptare. Po ditën e çlirimit? Jo, dita e çlirimit është të paktën brezat që e jetuan atë moment nuk mund të harrojnë kur. Po jo, po prandaj dhe unë doja dëshmitar të orës parë. Si e shpallet ti pavarësinë duke mos qenë çliruar? Atëherë, pse s'vut datë, dhe thomë edhe në shkrim, pse s'vini datë pavarësie shtatorin e vitit 1990 në Kaçanik që u shpall pavarësia e Kosovës edhe pse ishte e pushtuar? Duhet të marrim pak shembull nga ne në Kosovë, të kenë sa më shumë festa zyrtare. Bëj shaka. Kanë shumë festa zyrtare dhe gjysma janë fetare. Kosova? Po. Kjo është interesante. Po të hapësh të shikosh kalendarin e tyre. Dhe jo patriotike, një popull aq patriot. Njerëz aq avdhetar, do të thonë që nuk kanë të krahasuar me shqiptarët e Shqipërisë, ata janë të jashtëzakonshëm. Po mirë, po 10 qershori. Dhe për dashurinë që keni për atë dheun, po për kombin, ju jeni të
unik. Shiko, jo nuk po shiko tash. 10 qershori ka datat më të fuqishme kombëtare janë të 10 qershorit. Në 10 qershor të vitit 1828 u themelua lidhja shqiptare Prizrenit, që aty fillon kërkesa për shtetë shqiptar, dhe është në Prizren. Në 10 qershor është krijuar shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, domethënë nga një luftë guerile u kthyer në një luftë me ushtri të rregullt dhe e shpëtoi Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Pra është një datë vërtet simbolike që përmbledh shumë të tjera. Tjetër, në 10 qershor, atë ditë që krijohet dhe shtabi i përgjithshëm, tani lufta shqiptare kalon në kryengritje të përgjithshme popullore. Është dita e çlirimit të Kosovës. Data e çlirimit të Kosovës 10 qershor, interesant pas një viti, po. Dhe çudia më e madhe është në 10 qershor të vitit 2007, 8 vjet pas ushtrisë Kosova, erdhi presidenti amerikan George Bush në Tiranë dhe tha unë e njoh për çlirimin e Kosovës. Pse e tha datën e Pse rastësisht? Nuk është rastësi. Dhe ti s'ma bë mua ditë festë zyrtare? Mbasa duhet të ketë një... Ka pasur propozime për këtë datë? Për ta kthyer në datë festës zyrtare? Jo, po pyes në Kosovë. Nuk ka pasur propozime. Kjo është pikpyetja, dhe ndaj dhe shtori pyetjen. Jo, mos ta trajtojmë si konspiracion, le ta trajtojmë si një mundësi për ta kthyer në festë zyrtare. Po në çdo moment mund ta kthesh. Tjetër, miratuan në kushtetut ka vënë pikë me vete. Kosova nuk bashkohet me asnjë shtet tjetër. Kur në betimin ushtarak të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës thotë, unë ushtari Ushtrisë Shqiptare të Kosovës do të luftoj për çlirimin e Kosovës dhe gjithë trevat shqiptarë të bashkohemi. Tani kjo luftë u bë për të bashkuar. Ti kë fyen ata i luftuar? Pra, nuk është normale. Për mua nuk është fare normale. Është absurditet. Se nuk mund të ketë aktivitete të tjera pas ka çlirim. Duhet të çlirosh një që të bëj formos qeverinë e gjitha këto tjera. Të mos e përmendet fare ditave të çlirimit të Kosovës. Prandaj këtu mendoj unë se është një nonsens. Por mund befasojmë me historianët e Kosovës. Befasojmë me këta që kanë qenë në shtabin e përgjithshëm, që janë dhe deputet një pjesë, e janë dhe kryetar partish. S'kan reaguar këta për të bërë të tregoj diçka, është një faqe që unë orientohem shpesh për festat zyrtare shqiptare, është një e vetmja faqe, është unike në fakt, është kalendari historik. Dhe dua të shikoj sot në 10 qershor çfarë quajnë ata të rëndësishme si titujt, po i lexoj. E para është lidhja shqiptare e Prizrenit. Ja një sekond. Pra lidhja shqiptare e Prizrenit ka filluar punimet në 10 qershor 1878. Pastaj kemi Revolucioni Demokratik i Qershorit. Përfundoi me fitore Revolucioni Demokratik i Qershorit, revolucioni i parë në Shqipëri që synoi të likuidonte mbeturinat e feudalizmit dhe t'i hapte rrugën zhvillimit të kapitalizmit. Mirë ka bërë, po kemi frikë se po kthehemi prapë në feudalizëm. Pastaj kemi në 10 qershor 1999 miratohet rezoluta 1244. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miraton rezolutën 1144, sipas cilës krijohet një administratë civile ndërkombëtare për siguruar kushte për një jetë në paqe dhe normale në të gjithë banorët në Kosovë. Sipas kësaj rezolute u vendos ndarja e menjëhershme e dhunës dhe agresionit në Kosovë, tërheqja e forcave ushtarake, pra e kemi si datë. Pastaj vazhdojmë me data ditëlindje dhe të tjera, po ky është kalendari historik, unë ju ftoj gjithmonë të orientoheni, pasi është një punë unike dhe shumë profesionale, nga ato që ne kemi nevojë. Dhe për të plotësuar atë që thoni juve, në 10 qershor e miratoi OKB-ja, po miratoi marrëveshjen e Ramujes. Dhe në marrëveshjen e Ramujes, Madeleine Albright përdori veton e saj dhe shtoi në pikën 3 të kapitullit të 7 të 8 të asaj marrëveshje që pasi të kalojnë 3 vjet nga miratimi i kësaj marrëveshje të në Kosovë të bëhet referendum për të vendosur populli. Dhe ka dhënë 26 vjet deri sot dhe ai referendum nuk është kërkohet as nga partitë në Kosovë, as nga partitë në Shqipëri. Kur është e miratoi edhe Këshilli i Sigurimit. Këtë marrëveshje nxori rezolutën në 2024. Dhe ne nuk duam ta bëjmë këtë bashkim kombëtar. Prandaj erdhi dhe në datën
10 qershor, presidenti Bush, dhe tha unë njoh Kosovën. Na tha, na la turpin në derë. Mor ç'bëni? Ne presim që të bëni referendumin ju se kërkoni. Dhe ne prapë lëvizim vendin. Nuk di që emër t'i vësh. Nuk besoj se ai erdhi për referendumin. Jo, pse një president i shtetit më të madh të botës, i Shqipërisë, erdhi dhe e tha dhe nuk e tha në zyrë, po e tha para hyrjes së kryeministisë në Tiranë. Pse e tha publikisht? Sa thoshte do të zyra si që ne tani tavolin? Ta marrë vesh popullit, o shqiptarë, se këta duan bëjmë shetur. Ndaj po thëmë hapur, që Kosova duhet bëjë referendumin. Nëse bëjmë akoma. është nonsens, është gjë pa shpjegueshme. Dhe ato datat kanë, dhe gjitha këtyre datat që lexuat ju dhe që thashun, i kanë origjinën nga Kosova. Kryengritjet e para filluan në Kosovë. Dhe në 23 gusht të vitit 1912, të 13 kërkesat e kryengritjes shqiptare i miratoi qeveria e Turqisë për arsye sepse ne e kishim zgjuar gjithë vendin. Dhe pse u çlirua gjithë vendi, dhe neve do mblidheshim në kuvend, atëherë zbën vendet ballkanike, shpërthyen luftën ballkanike në 8 tetor. Dhe atëherë me qësa të shpërthyen, me urgjent erdhi Ismail Qemali dhe kuvendin e Lezhës për të shpallur pavarësinë që atë Shqipëri që kemi shtruar ta mbrojmë. Kupton? Kuvendin e kujt? Në Vlorës. Të Vlorës, po. Asa tha të Lezhës them, u pjesëtuam nga Skënderbeu, s'ka gjë. Pra, neve të gjitha e kanë origjinën nga Kosova dhe kryengritjet filluan në Kosovë. E drejtë, Kosova është realisht djepi i luftës për djepi i kryengritjeve dhe mbrojtjes së shqiptarisë. Mirë, ndalojmë në disa data të tjera të rëndësishme, të cilat ju në fakt keni shkruar këto kohë dhe unë dua t'i rikthehem se unë e çmoj shumë luftën e shqiptarëve. Do thënë ne jemi këta që jemi për shkak të luftës që kemi bërë dhe për shkak të faktit që e kemi mbrojtur vendin tonë. Asgjë nuk ndodh dhurat, s'të dhuron gjë njeri, po se meritove. Por përpara se të shkoj te kjo, dua ndaloj te një njeri i rëndësishëm i Kosovës, një ish kryeministri në mërgim i Kosovës, i cili ka vdekur, ka shndar nga jeta sot. Bujar Bukoshi, në moshën 78 vjeçare, doktor Bukoshi ndahet nga jeta. Nuk e di. Faleminderit që më thatë se të shtirë mësoj. S'kam ndekur lajmet. Sapo e pasha. S'kam ndekur dhe në lajmet. Sapo, në qoftë se kemi mundësi një fotografi të doktor Bukoshit. Doktor Bukoshi ka drejtuar qeverinë e Kosovës në ekzil, në Gjermani, që në kishë në Gjermani. Dhe që është e vërteta, ka ndihmuar edhe luftën duke i dhënë fondit Veldia të Re. Ka ndihmuar luftën shqiptare. Fondet të mbledhura nga shqiptarët në mërgim në vite. 3%, fondi 3% i përdojnë një shqiptar. Edhe pavarësisht se LPK-ja kishte krijuar një fond tjetër, fondin Veldia të Re për luftën, direkt për luftën. Dhe paguanin... Shqiptarët paguanin, jepnin para për luftën. Gjithë shqiptarët diasporës. Më thënë kishin kuota, paguanin gjithë. Antarët e LPK-s e kishin detyrë 1000 marka në muaj. Wow. Antarët e LPK-s. Sa ishte atëre marka, se bie është goxha? Me 300 lekë tonat. 1 markë me 300 lekë tonat. Dhe i kishin detyrë ta bënin, paguanin. Më thënë ti punoje jashtë, ti mbaje familjen, por kishte detyrim dhe atë dheu. Shqiptarët kanë qenë të jashtëzakonshëm. Janë të jashtëzakonshëm. Kurse antarët e LPK-s 1000 marka në muaj. Veldia të Re. Të gjithë të tjerët të aq sa të kishë mundësi. Dhe është një gjë interesante që Bukoshi kur u çlirua Shqipëria u mblodh ai kuvendi i Kosovës i cili ka zgjedhur në marsin e vitit 1998 pas luftës së Prekazit. Dhe u mblodh ai kuvend dhe dha llogari. Dha llogari më janë grumbulluar kaq milion. Më kanë ngellë 63 milion, fiks 63 milion marka kanë ngellë në fondin e Kosovës. Dhe kuvendi e quajti të sakt përgjigjen. 2 muaj më mbrapa mblidhemi neve në kuvend për të formuar, për të zgjedhur organizatën e veteranëve të UÇK-s. Unë isha vitit 2004, unë isha në Kosovë. Më ftuan dhe mua. Dhe kur ngrita të flisja thash, duhet të vi të japi llogari fondi Veldia të Re. Sa para grumbulluan, sa u harxhuan, përse u harxhuan, sa kanë mbetur dhe ku janë. Një pjesë që drejtonin mbledhjen që ishin dhe ata, si duket kanë pas dorë dhe ata në fond, më thoshin largohu nga foltoria. S'ke lidhje ti.
Po. Dhe njeri më ngritë e më tha, pse s'thua tha që të vi dhe Bukoshi jap llogari? Qeveria. I thash, ka dhe llogari. Ka vënë atje te kuvendi që zgjodhi edhe ne të vinë tek ne që kemi zgjedhur. Po, sepse Bukoshi u përgjigj për fondet që ruante. Po. Dhe këta tanë të vinë dhe japi llogari. Që atëherë ndaj s'më vunë edhe Hashimi më hoqi na veteran luftës. Ndërkohë, Bukoshi ka shoqëruar dritë hije, një prej të cilave ka qenë keq përdorimi fondeve, gjë që i ndodh çdo shqiptari, nuk ka shqiptar që të flas mirë për tjetrin kur bëhet fjalë për lekë. Dhe kjo është një fatkeqësi, po, nuk ka fakte. Nuk ka fakte. Që ai keq përdori fondet. Nuk ka, se thotë që mëre, këto para i mori Dilevari. Nuk ka. Do të thënë ai i mblodhi fondet, i raportoi kuvend dhe i dorëzoi. Ku? Në Bankën e Kosovës. Bankën e Kosovës. Pra ka qenë gjithçka e kryer në mënyrë. Pra ai derisa vajti në kuvend, mbasi e zëm se e korruptoi gjithë kuvendin, edhe vodhen. Po ku është fakti? Pra i kanë hedhur balë politike, le të themi. Po, domethënë ka dhe sepse e kemi ne shqiptarët. Po. E kemi, kjo është një fatkeqësia më e madhe që kemi. Ne po e pam vëllan që u bën çik më mirë se ne urrejmë vëllan. Nuk është rastësi në Shqipëri që Hamza Kastrioti tradhoi Xhaxhan. Nuk është rastësi Mithat Frashëri tradhoi baban Abdyli. Ai tjetri me di Frashëri tradhoi baban Samiu. Si e tradhoi? U bën korrepresionist. E tradhoi. U bën korrepresionist, u bashkoi me Gjermanin. U bashkoi me Gjermanin, edhe me Italianin. Nuk u bashkoi me Frontin Nacional Shqiptar. Nuk pranon të vënë në konferencën e Pezës. Jo, pa Abdyli ishte me Frontin Nacional Shqiptar. Thjesht parimet e tij ishin për Mithat Frashëri. E kuptoj, po nuk quhet radhësi në rastin atyre. Po pse bëri koalicion me italianët dhe me gjermanët dhe s'bëri me Frontin Nacional Shqiptar? Kur në frontin në konferencën e Pezës u ftuan të gjithë venin. I vajti Mithat Frashëri, i vajti në shtëpi Rrugja para se të vdente në konferencën e Pezës. Ta ftonte. Dhe ai nuk vajti. Pra, pse e mori nismën Partia Komuniste? Dhe megjithatë, konferenca e Pezës nga 9 antar që Këshilli i Përgjithshëm, 3 ishin antar të Partisë Komuniste. Jo, dua të them, nuk quhet tradhti ndaj babait, se për shembull mund të themi Bashkim Shehu ka tradhuar babain. Jo, ka qëndrime të ndryshme nga babai. Jo, quhet tradhti. Ai ka tradhuar baban sepse Abdyl Frashi organizoi lidhjen e Prizrenit për të krijuar shtetin shqiptar. Kurse ky bashkua me italianët dhe me gjermanët për të mos u shkruar Shqipëria, sepse kemi kartën e Atlantikut. E vitit e 14 korrik, ngushtit vitin 1941 e bërë midis Churchillit dhe Rooseveltit, dhe në 24 shtator e nënshkruan edhe Stalini, e cila thot, të gjithë nuk do njohim asnjë kufi të ndryshuar nga fashizmi. E dyta, të gjitha ata shtete dhe ato vende që do mbështesin fashizmin, do të marrin masa të rënda deri në shpopullim. Po, gjë që pastaj dhe Jalta i zbatoi gjitha këto. Dhe Enver Hoxha shpëtoi Kosovën sepse në të gjithë vendet që pushtojnë në Evropë, Gjermania, vetëm në Kosovë krya divizion SS me 12.000 veta. Dhe mund të paguanin fort. Dhe do shpopulloj Kosova si që do të pasi bashkëpunëtor të nazizmit. Po, njësoj si Ukrajinës, ja hoqen edhe në Vojvodinën, ja dhe në Gjermanis, ja dhe në Jugoslavis. Edhe ne e shpëtoj Enver Hoxha, le të flasin të ditën këta, Enver Hoxha shpëtoj Kosovë. Sepse në 5 tetor të vitit 24, Enver Hoxha urdhoi të kalojnë forcat tona për çlirin e Kosovës. Dhe është çliruar Kosova në 16 tetor, 16 nëntor të vitit 1924, një ditë para se çliroi Tirana. U çlirua Kosova nga forcat në 2 divizionet partizane dhe disa forca shqiptare dhe disa reparti të tjera të ushtrisë shqiptare të Jugosllavisë dhe të Kosovës. Pra, dhe neve këtë e kemi Enver Hoxha është tradhtar. Ai çliroi, mendoi vetëm për komik. Çliroi Kosovën para kohë, pse se e dinte kartën e Atlantikut. Prandaj Enver Hoxha nuk e miratoi dhe marrëveshjen e Mukjes. Se ata pikë me vete thanë, të luftojmë deri në bashkim me Kosovën. Mirë, po karta e Atlantikut thoshte nuk do njohim asnjë ndryshim kufish. Këtë kufi e kishte prishur Italia. Kupton? Dhe pra nuk e di se ndoqet një emision kur ishte i ftuar një ambasador i rëndësishëm për shqiptarët, siç është zoti Roland Bimo, dhe ai foli për një fakt të pa thënë, le të themi, deri më tani. Ai foli për mosfirmosjen e Hoxhës, Enver Hoxhës në Helsinki, pikërisht për Kosovën, duke lidhur gjithmonë me Kosovën. Po, për 74.
Enver Hoxha nuk pranoi të vende në Helsinki, se ishte për të mos ndryshuar kufijt. Dhe prandaj zbajti, jo, ne do të ndryshojmë se kemi siguruar vetë Kosovën, ata kur neve, sepse po të ketë siguruar Kosova. Nga fond nga ushtria e kuqe, jo nga ne, Kosova s'do ekzistonte më. Dhe ndërkohë, thoshte gjithashtu shpreh zoti Bimo, Kosova kur nuk ka qenë një vend që i përket Serbisë juridikisht, por asnjëherë Perandoria Osmane nuk e lëshoi Kosovën. Shiko. Beogradi u shirua nga ushtria e kuqe në 20 tetor të vitit 44. Ne e shiruam Kosovën në 16, në 4 ditë përpara, 20 nëntor. Më kuptoni 16 nëntor. Pra, të mos të kishte hyrë ushtria e kuqe deri në Kosovë, nuk do kishte më Kosovë. Pra futja e shqiptarëve shpëtoi Kosovën. Po qëllimisht e bëri simbolikisht. Qëllimisht e bëri se ai një sepse ai e dinte kush që karta e Atlantikut. Me atë kartë e Atlantikut e kundërshtoi dhe marrëveshjen e Mukës. Prandaj e përjashtoi nga partia atë doktorin Dëshnicën, i merr Dëshnicën, që pse e nënshkroi atë marrëveshje. Dhe aq më keq që në atë marrëveshje ata krijuan një komitet, dhe këtë komitet vën Hasan Dostin, ministrin e drejtësisë qeverisë koalicioniste. Në fakt, e gjithë historia duhet ritreguar nga historianët, duke ndaluar moment me moment, po me një lloj neutraliteti. Neutraliteti. Pa pasione, partjake, e bindjes. Partjake, sidomos pa parë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në atë sistem, që ishte diktaturë e proletariatit, njerëz kanë vuajtur, njerëz... Jo, më se s'kan vuajtur. Në ta kam kundërshtuar dhe një tjetër. Ma ke kundërshtuar, po unë... Dëgjoni. Që kanë vuajtur, se janë dëshmit tani. Jemi i vetmi shtet në Ballkan dhe në Evropë që jemi shtruar vetëm me forcat tona në luftën kundër fashizmit. I vetmi. Jo, po flasë për ndërtimin e... Jo, drejtimin. Jemi i vetmi shtet që kemi pësuar 7.3% të humbjeve të popullsisë. 80.300 shqiptarë të vrarë. Në këta janë bërë 28.000 dëshmorët. Dhe shteti që ka pësuar më shumë humbje në Ballkan është Greqia 6.5%, jo 7.3% sa Shqipëria. Pra, dhe dyta, në 2650 fshatra, 1800 fshatra i kishin rrëfshuar. Po, për fat kemi pasur këtu të ftuar ish partizani, njerëz që kanë dëshmuar luftën dhe kanë treguar, dhe kjo është që jam duke thënë, që historia duhet treguar pa politizim dhe pa mua më dhëm, po duhet ta them. Kjo është historia. Kjo është një gjë që ne duhet ta mësojmë pak më shumë nga të huajt, këtë largimin. Por ndërkohë, i rikthehemi me njerëz të Bukoshi se kam nevojë të i rikthem. Ju përmendët shumë emra, të cilët historia e ka dënuar në mënyra të ndryshme, po një prej arsyeve është dhe kjo, që shqiptari flet keq për shqiptarin kur është gjallë. Kur ikën, pastaj ne të nderojmë. Vdis pa të të dua. Vdis pa të të dua. Po gjithsesi, ai sot nuk jeton më, dhe mirë është të themi dy fjalë nga dëshmitar siç jeni ju. Po pra neve në kërkesën që ishte bërë nga shtabi i përgjithshëm, nga që antarët të tjerë dhe të NPK-s që ishin në Gjermani dhe në Tiranë, i kërkuan sepse qeveria e Bukoshit erdhi, Ministria e Mbrojtjes e Bukoshit, e kryer nga Bukoshi, erdhi në Tiranë. Dhe këta i kërkuan ndihmë dhe ai dha Ahmeti, si ka kryeministri, Ministri i Mbrojtjes i Kosovës. Kryeministri Ahmet Krasniqi, edhe ai dha 20 milion. Mori këtë edhe në fondi kësaj i dha 20 milion marka ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirë po, mos harrojmë një gjë. Pse nuk u afruan kur Bukoshin më pas, nuk e bën asnjë pozicion, nuk e mbajtën larg? Sepse dhe ata patën luftë me zvetit e LDK-ja. Këta u prish me rrugovën shumë herët. Për çështje, për ato çështjet e vogla me skinet në shqiptarëve. E tham dhe në fillim. Neve duhet të kemi një mallkim hyjnor që neve kaq shumë e urrë mirë tjetër. Nuk ka si shpjegohet. Ja, pse këto data që përmendëm neve, pse mos të fesohen? Pse? Sepse isha unë ai që drejtova atë luftë, edhe s'duhet vjetë sepse e krijin aty. Tjetër, bën mira, si ishte mundur që mblidhet Parlamenti i Kosovës
dhe miratojnë gjykatën speciale dhe u thoshte Hashim Thaçi, kush nuk e nënshkruan këtë ligj, neve e do shpallim armikët të Kosovës. Që ajo akuza është, Ushtria Shqiptare e Kosovës është ka qenë një organizatë terroristësh. Dhe ti e miraton këtë gjykatë dhe tani po e vuan. Tani po e vuan. Biles, ku ka qenë mirë ata gabuan. Po gjykata kushtetuese e Kosovës ç'bëri? Me tha, nuk u tha ç'bëni? Gjithë ta juristë. Si s'reagoi njeri. Pra, ne kënaqemi që të dënojnë tyja. Dhe prandaj ja duan që qëllimi cili ishte kësaj gjykate, që e kanë kuptuar me vonesë këta që kanë vajtë atje. Qëllimi cili është, që është lufta shqiptare e Kosovës dhe që është luftë civile. Dhe duke qenë luftë civile, ti kthehet Kosova prapë Serbisë. Kjo është kryesorja e kryesorëve të hapjes së asaj gjykate. E bën vetë shqiptar. Sepse bën dhe I bëjmë për këtë arsye, për natë si me vjere do shkoj të flej me Mulligjin. Kjo është më shumë përfaqësuese për ne, po uroj që brezat e rinj të rritura në kohë të tjera, në kohë të inteligjencës artificiale, të mund të shpëtojnë çka kemi unike, dhe unike ne nuk kemi inatin për ndaj vllajt, ne kemi besën ndaj mikut. Kështu që le ta trajtojmë. Ne kemi besën edhe ndaj njëri tjetrit, ne kemi pas besën. Le të rikthehemi disa gjërave që jemi vetëm popull që kemi histori kuvëndesh. Në çdo fshat beslidhje. Jo, në çdo fshat bëj kuvëndi fshatit për të marrë çdo vendim. Edhe për të ndarë një çift do mbledhesh kuvëndi pleqe. Jemi në vende kuvëndesh, pavarësisht se na ka vjedhur Greqia këtu. Po kuvëndet janë të ilirëve, janë të shqiptarëve. Po ta vjedhin kur nuk e ruan. Po gjithsesi kam përshtypjen na kanë ardhur mend, kemi filluar po e ruajmë atë që është autentike. Prandaj u themi ikni tash për botë. Nuk po i themi ikni në botë, po i themi ktheuni nga bota. Si do kthehet, ku do punojnë? Tani kjo është një temë vete që do zgjasi gjithë emisionin, kështu që unë them një herë tjetër, po që po ju themi ktheumi shqiptarëve, po i themi, kjo është e vërtet. Unë kam një video, të lutem ma trego, sepse ne jemi në një ditë historike sot, ma nxjerr regjia. Në një ditë historike që shumë kush mund të ndalonte dhe të mendonte për historinë e vet. Ndërkohë, çfarë po ndodh në Shqipëri në datën 10? Apo flet dikush për çlirimin e Kosovës në këto momente, apo flet dikush për Panolin, Revolucionin Demokratik, apo flet dikush për beslidhjen e Prizrenit, apo ma jep videon të shohim për çfarë po flasin sot. Paraqitje ku vetëm firmos para agentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, kjo është çështje e cila është regjistruar nga prokurori i SPAK-it, protestojnë nga të shikon edhe disa pançarta. Keni një koment? Paraqitur nga disa qytetarë, të cilët protestojnë pranë SPAK-it. Kjo ishte. Ja për çfarë po flitet sot në Shqipëri. Ky është lajmi kryesor. Berisha në SPAK. Berisha në SPAK. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Sepse është ajo që thash. Mesatarisht ky Instituti Statistikave joni ka dhënë njëherë një shifër. Mesatarisht 38 shqiptarë në ditë kërkojnë largim. 38 shqiptarë në ditë dhe kërkojnë azil politik. Azil politik nuk kërkon njeri, se s'ta jep njeri dhe duash. Emigracion që kjo, pra për të ikur. Pra, nuk bëhet Shqipëria duke ikë shqiptar. Nuk bëhet Shqipëria me konferenca. Ku është ekonomia? Ku janë hekurudhët? Ku është transporti kurudhor, që kushton me lirë? Po vjen. Pse i prishin? Po vjen. Pse u prish? Po pse si ndërtojnë? Pse si nxorën para përgjegjësisë këta që i prishin gjithë këtë ekonomi? Kjo është një pyetje e drejtë. Pse nuk i nxorën para përgjegjësisë ata që e prishën? Po na thanë që do i çojnë për skrap se nuk na duan. Se na mbron ato. Na mbron ato. Po si do na mbrojnë ato? Ja, nesër se një dy thonë Rusia do sulmoj Evropën. Këtë 5 vjeçar thonë do sulmoj. Dhe ne kemi folur bashkë ca emisione të shkruara pikërisht për këtë fakt, për sulmin, kur askush se përmendte dhe e quante shaka e madhe. Ju keni folur për këtë dhe keni thënë që po. Zelenski thash është tradhtari i popullit të tij. Nëse atë ta shohim në fund. Po. Por ju keni thënë që po mund të sulmoj dhe ti s'ke çfarë bën fare se NATO nuk është aty kur ty të vjen një raketë edhe të. Po ne s'kemi se ne duhet të ruajmë neutralitetin.
Se më befasojmë, kam debatuar me disa shok e miq të mi në Kosovë, morë zotërin. Ç'kini që e barazoni Rusin me Serbin. Nesër Rusia, në qoftë se vetë do vej problemi në OKB për të njëjtën Kosovën, me këtë që bën juve, përdor vetëm thotë s'jam dakord. Ç'fituat? Ruani me naturalitetin. Një ditë Ukraina, për stërvistin dhe ushtarët e Ukrainës, stërvistin e mburin e një stërvisti, kur Ukraina pati një kompani me ushtarë erdhi kundër UÇK-s në përkrah të Serbisë, i dha Maqedonisë 30 helikoptere luftare kundër ushtrisë shqiptare kombëtare, dhe ju dhe thoni Ukraina, dhe i thash njerit, më si shpjegohet që edhe Rusia, edhe Serbia, Rusia e shpalli armik në saj. Tani dhe ju dhe Serbia keni armik përbashkët të Rusit. Ndërkohë, diçka tjetër po ndodh që është e rëndësishme. Gjermania ka ndryshuar drejtim, edhe në një farë mënyre po rikthen vëmendjen ndaj bunkerëve, po vë fonda për pastërimin e tyre. E ka në retorik politike, për të qëndruar në pushtet. Se ai kanë çelëquar atë. Merci është gjyshi i tij që është një nga nazistët më të egër që ka pas kohën e Stalin, e kohën e Hitlerit. Dhe prandaj tani ai e mori pushtetin, nuk e mori pushtetin. Po pra, e kishte gjyshin, ai fitoi. Ai e drejton Gjermaninë dhe nuk po flet vetëm ai për luftë, po flet NATO. Të doli NATO thotë to 5 vjet do sulmohemi. Dhe NATO, jo NATO, Evropa, se Amerika jo. Prandaj jo qëllimi. NATO është Europa apo Amerika deri tani? Është Amerika, NATO është Amerika. Sepse NATO-ja nuk grumullon nuk bën dot 50.000 ushtarë. Ti mbledhit tash ti dërgoj. Absolutisht. Kërkon ndihmën e Amerikës. Tani që mbledh ministrat e mbrojtjes të gjithë vendeve, të 51 vendeve, që mbështesin Ukrainën, nuk vajti ministri i mbrojtjes i Amerikës. U tha, juve e bët, ju mbajnë. Prandaj Trumpi i tha atij Zelenskit, shiko se s'do ketë më ndalo luftën se s'do ketë më Ukrainë. Në vitin 1999, në një ditë si kjo, 10 qershor, po kaq të zetë, besoj ditë e nxehtë si sot ishte? Të kujtohet në një gjë, apo jo, vetëm entuziazmi dhe e nxenin ato armët. Isha në Kosovë dhe në Kosovë nuk ishte vend mesdhetar. Po, kështu që ishte drenit. Është vend tropikal. Kështu që ishte tjetër kohë. Po në një mot të ndryshëm, në një vend të ngjashëm, në vitin 2025, ndërkaq, jemi duke folur përsëri për luftën, për atë luftë që atë ditë ju thatë që mbaroi për gjithmonë. Mbaroi për gjithmonë, por duhet ta çojmë deri në fund. Cili është fundi? Bashkimi. Të thash edhe një herë. Albrighti vuri pikë me vete, të bëhet 3 vjet pas si të miratohet, pas miratimit kësaj marrëveshje, të bëhet referendum për të vendosur Kosova dhe neve bëjmë tradhti kombëtare. Juve mos u vjen mbar kur thon fjala tradhti, por derisa nuk zbatohet dhe vjen presidenti Bushi e thotë, unë sot njoh Kosovën, në ç'bën juve? Dhe në televizion vendit, pra, vorë çdo lloj emri, po unë emër shqiptarizëm nuk u vëda. Se të ka thënë, i më i madh i njerëzimit, bëj referendum i ti. Do bashkohu. Ne s'duam bashkohemi. Pse? Se ne shqiptarët duam secili jetë pasha në fshatin e tij. Dhe ata që na kanë bashkuar, ata i urrejmë, ata shajmë më shumë. Ata që na kanë bashkuar. Pra ne të mirë se duam të ligu. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Por koha na ka dhënë këtë detyrim të bashkohemi. Na ka dhënë jo koha, na ka dhënë thjesht të paratan. Dhe na kanë përsëritur vazhdimisht. Vazhdimisht. Pse budallëqen rilindasit që kërkuan që gjithë shqiptarët kishin femë me vete, mos vareshin as nga Greqia, as nga Italia, as nga Arabia, as nga Turqia, po thatë bën gjithë Bektashin. Dhe vun ideolog Bektashin, me vun Naim Frashin, poetin më të madh të kohës, që ishte njohur nga gjithë kombë shqiptar. Pra për bashkim, neve tash njëri thot, si tha Vasko Pasha, njëri jam turk, tjetri jam din. Pra e bën rilindja punë. Edhe Vasko Pasha mos harro që ishte guvernator në Siri dhe ishte antar i rilindjes. Pra e bashkohuni shqiptar, edhe pse ishte guvernator. Rilindja është një
është një detyrim që ne kemi për ta studiuar, për ta nderuar dhe për ta kuptuar më shumë. Pasi bëhet në një mënyrë simbolike, por nuk si përfaqësore. Shumë si përfaqësore dhe nuk arrin dot të shkojnë më thellësisht për të kuptuar çfarë thesari kemi ne, çfarë trashëgimie të jashtëzakonshme kemi ne dhe çfarë mund të mësojmë. Por e para që të mund ta mësojmë këtë gjë, duhet të vemi ta njohim dhe nuk e njeh dot kur e lexon në një libër shkollor. Ti e njeh duke shkuar atje në Frashër, e që të shkosh në Frashër duhet një rrugë. Kemi detyrimin të nderojmë dhe kuptojmë dhe njohim rilindjen tonë duke i vërë rrugën Frashërit. Mbasi të bëhet rruga siç duhet, që të shkojnë të gjithë, atëherë të ringrihet muzeumi se e prishën. Është muzeumi, ishim tani dhe bëm një xhirim do t'ju tregojmë së shpejti, është muzeumi, po rruga për te muzeumi është e keqe dhe problemi është që s'ka njerëz, aty s'ka askënd që të tregojë dhe të flasë. Kështu që të gjitha këto janë të problematike, atje është një zonë e rrallë, është një gjë e jashtëzakonshme, atje është thesari i shqiptarisë. Ajo duhet kthyer në një zonë të vizitueshme, ajo duhet kthyer në zonën e pasurisë më të madhe shpirtërore shqiptare. Ne kemi nevojë për rilindasit. Ne duhet të kthejmë syt prej tyre, së pari duke bërë rrugën dhe pastaj duke shkuar atje. Neve kemi përveç asaj nëpërmjet kemi kongresin e përmetit, që është kongresi i dytë mbar kombëtar. U ftuan edhe Këshilli Nacional Shqiptar i Kosovës merrte pjesë në kuvendin në mbledhjen konferencën e 24 maj, në mbledhjen dhe nuk erdhën. Mirë po, ajo shtëpi muze, sepse u rifitua pavarësia. Se na i që heqë pavarësia. Se ekziston akoma nëpërmjet shtëpia? Ka ekzistuar, tani. Jo, tani them, nuk e di. Nuk kam qenë unë, nuk e kam parë këtë gjë atje. Kur të bie rasti kërkojeni. Jo, nëpërmjet shkoj shpesh se më pëlqen është qytet që ka dalë të kthej turizmin. Më duket edhe muzeun e Naj Frashit ja kanë e mori kisha. Në Frashër ne ishim, ishte Robert Hakman dhe do të tregoj në qytet. Në qytet. Në qytet. E tmerrshme. Nuk mund ta vlerësosh dikë pa e njohur. Dhe ky është problemi ynë. Na shequr mundësia të njohim të parët tanë. Na shequr mundësia dhe unë këtë them her pas here kur shikoj shkollat që shkollat e fëmijëve tanë që bëhen bashkë me autobuza, shkojnë në Greqi, njohin historinë e Greqisë, njohin historinë e Malit të Zi, them po ne duhet njohim historinë e Shqipërisë, po ne duhet shkojmë Gjirokastër, po ne duhet shkojmë në Vlorë, po ne duhet shkojmë në Berat, po nuk mund ta duam Shqipërinë pa ja ditur historinë. Kjo është shumë e rëndësishme. E di që doni t'u thoni, po plazhet tona janë shumë të bukura se sa. Mirë, po se u ndërpres, por mirë, po neve nuk kemi unifikim tekstesh në shkolla. Çdo shkollë zgjedh tekstet e saj. Një problem vetë, dhe prandaj kemi ndritur. Po uroj unë e shoh gotën gjysmë plot. Uroj që duke e thënë diçka të përmirësohet. Nuk e them me syrin të kritikoj edhe të them çfarë tmerr që e bët. Po e them mbase dikush e dëgjon dhe derisa pranuam programin e Lubonjës, asaj Belun mbi se thonë Bolonjës. Tash ka bërë Lubonjë. Programin e Bolonjës, prishëm sistemin arsimor. E kishim të unifikuar. Gjithsesi ka zëra të gjitha tekstet, një tekst kjo histori, një tekst letërsie. Tash ka me 10 tekste histori. Dhe nuk e transferon dot fëmijë nga shkolla private në shkollë shtetërore, sepse ka tjetër programe. Për cilën Shqipëri po flasim, thonë ata pastaj. Po. Unë ju falenderoj shumë që në ditë të veçanta si këto zgjidhni në mes të këtij zhegu të vini dhe të flisni. Faleminderit. Faleminderit juve që më krijuar këtë mundësi. Kënaqësi. Shumë faleminderit. U vajti mendja juve, jo mua. Faleminderit zoti Goxha, kënaqësi. Shumë faleminderit. Urime shqiptar kudo që jemi për festat tona që na bajnë bashkë, që na japin emrin shqiptar, që na japin krenari, që na krijojnë mundësinë të kuptojmë që ne kemi trashëgimi. Nuk je ke qenë pa je dhe do jesh. Kështu që ne kemi qenë, pa jemi e do jemi. Regjistrohu tek Dritare, regjistrohu tek Rutina Xhunga, janë 2 kanalet tona. Jemi tashmë duke shkuar ke 300.000 ndjekës dhe po kalojmë 300 milion klikime të dyja bashk. Ky është një fakt për të treguar, jo për të mburur, por për të treguar që ju na besoni, ju na keni zgjedhur. Jo se ishim të parët, po se jemi profesionalisht të ndershëm, më mirë të them se të paanshëm, siç thatë ju. Po them jemi të ndershëm, ne e duam Shqipërinë, shqiptarinë në këtë rast. Prandaj edhe ju na ndiqni kudo që jeni, sidomos ju që jeni jashtë edhe jeni sy e vesh nga Shqipëria. Faleminderit.